O mos ban film, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sabah në xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Na kena ngatru diçka. Telat janë ngatru dikun. Sahabët e pejgamberit s'kan bëu kështu vëllazër. Sahabët e vetëm në emër të dertit për fe, si ka ik farzë aty. Në emër se ai pido shumë musliman, si ka ik farzë aty. Po është mirë me tudhim musliman, po nuk mundet me tudhim ai më shumë se vetja. Ti çafën tonë si të liru bizjarë, me të asë kemi lirua. Ti çafën tonë, ti e kije xhenetin 300 metra, 1 kilometër, si tu dal. Bedhlul me gjhud, jep e maksimumin. Ai çka se jep maksimumin tash, se jep as minimumin më vonë. Ora më thënë. Ai çka se jep maksimumin, tash jep maksimumin. Kur do më dhon vëllazër? Kur do më dhon? Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith që kanë Imam Hakimi në Musnedin e tij, ka thënë shfrytëzoj 5 para 5, njëra prej tyre wa sihhataka qabla maradik. Shfrytëzoje shëndetin tan para smundjes tane. Para smundjes tane. Kur smuhesh, a ke pa kur smundi? O, vetë sa të shnoshna, 5 vakt në xhami, zakatin e jap, agjërimin që të baj. Po ti sa të çohesh në kam, apo ti ketë rrotullon më sanela. Ti ketë rrotullon. Ti çetër shka. Kur smuhesh, ka thënë sallallahu alajhi wasallam, dhe shfrytëzoje kur je i lirë para se mu angazhue. Ti nëse beqar nuk del me fal namazën në xhami. Çfarë ta marrë kur të martohesh? Ti pa fëmijë i martum, s'po del në xhami. Po kur janë nisur me të fëmijë, ti pa angazhu me asnjë angazhim, kur slip kur gjë, nuk e kryen detyrën. Para më kur të ngarkohesh. Po ti kur ngarkohesh, ti pa arsye s'ki dal, me arsye nuk çofna. Por këtë arsye thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja 23 është që ta jepsh maksimumin vëllazër. I jep maksimumin Zoti të shef. Zoti të shef. E keni pa plot me njerëz që thonë, për shembull, i morin skenat, atje musliman t'ja tu hek, atje musliman pi vrasin, atje musliman pi djegin. Lutem Allahun që Allah të ndihmon. Mirë po, a është kjo arsye ti më u mërzit në qajtore? Allah, sa shumë janë të hek. O, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sabah në xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Po dhe shkive më janë të udhim të të në, a e ditë e këta. Sa shki bile, ato dalin protesta, e ato dalin i bojnë plot pi punëve çka rezistojnë kundër këtij zullumi. A i be që a në gjenet ka me shkua? Jo. Për këtë arsye vëllezër, sa për njëzve jetojnë filmin. Zemra me pa zemra, sa të mëdhim për musliman. Edhe kur ta shift ka të regjim se ka zonë gjumi, për këta natën ka po polemik për fe. Na kena ngatru diçka. Telat janë ngatru dikun. Sahabët e pejgamberit s'kan bëu kështu vëllezër. Sahabët e pejgamberit në emër të dertit për fe, si ka ik farzë aty. Në emër se ai pido shumë musliman, si ka ik farzë aty. Cili sahabi ka ik? A i dini se sahabët janë ngushlu me njëri tjetrin kurse kanë pa njërin në xhami se ka fal namazin. Ka shku të shpjegoj kanë thënë, vëlla ngushllime se të ka ikin 100-ja. Mi shku na dikujt na sot. Kena mbledh vëlla ngushllime me orbet pa se të ka ikin 100-ja. Po i na mbledh për bardhos që jeta çon për bodall. Po që sa na mirë marrën kalon me pa, se të ka ikin 100-ja. O ni muj mos me dalë sa kur gjë. Por këtë arsye vëzë ne kemi ngatruar diçka. Në hartat e brengave tu kemi ngatruar diçka. Po është mirë me tudhim musliman. Po nuk mundet me tudhim ai më shumë se vetja. Ti qafën tonë si të liru bizjarë, me të asë kemi lirua. Ti qafën tonë, ti e kije xhenetin 300 metra, 1 kilometër, si tu dalë. Ti a pash menon se na du të me besue. Ai tjetëri thot, e kum qelë, elhamdulillah, Allah i ma mundsoj një bunar me qelë, që në qështë dunjajës në Australia, në Kinë, ku e diune. Oj, në rumë, këshia jetë du të dekë për bukë. Ti nuk e ki gajle me bash i pëdhime në musliman, po pak për Facebook, shiko njëzë çfarë njerëz janë bëhe. Shfrytëzo vdekjen, shfrytëzo darsmën. E krita shkollën, çdo sen me Facebook. Elhamdulillah e sosa që ta. Në i ditë veç kur të habitën, elhamdulillah vdiq filani. Të ingatru më abetet. O e ndërum, edhe gzimi edhe mërzia ka be një kulturë ka, një edebe ka. Mos e shfrytëzo më vdekjen, edhe shiko, bëhet mërzia objekt fitimi për gzim, dhe bëhet gzimi sebeb për hidhrim. Ai për shembull ka feju, apo ka martu, apo ku di diçka. Edhe e nxjerr në Facebook. Edhe shtash, shiko, vend se mu gëzu, mu kënaq me veten, se e ka rri që ta. Kur kështë të s'ma pëlqeti, janë nisë mu i dhnue. O dhot, ja, a i dhnua i gëzue. Po jam gëzu, po dhot, këto su gëzun. Po pse duhet tjetëri me të kanë sebe për gëzimin tanë? A duhet tjertë mu gëzu kur ti martosh, a ti du të mu gëzue? Tu du të mu gëzue? Mirë po vëzër, jetojmë në botë kaotike. Nuk e dim, zësër, a la pa dek mirë njeri. Ka dale, tamam, kena me morë veç që ka dek. Ama tja i tu garu kësh ka me kalzu i parja. Nuk garohet shtu vëzër, sepse na e kena materializu dhe e kena bëhe njerin teknik. Kush pe kallzoj më shpejt? Çolli e kallzoj. Ai parë kam thënë. Nuk ka kështu rregull vëllazër. Andaj duhet të dhanë maksimumi sa ki mundsi.
Maksimumi sa ki mundësi. E pastaj Zoti e din atë çka s'ki mundësi. Fattaqullaha mastata'tum. Allahu xhalla xjalaluhu tut juni Allah sa të keni mundësi. Allah e di sa s'ka mundësi unë me bë. Allah e di sa s'ka mundësi. Ama a ka mundësi na mu arsjetu atë çka kemi mundësi me arsjen me atë që s'kena mundësi? A mundesh me thënë Allahit, po unë sundeshta në xhami se do s'u shkoj shaqe minimu e musliman. O ai ndërum, çe do bë? Çka ka lidhje me këtë ti ki mundësi këta? Atje s'ki mundësi. Ti duhesh me bosh tash a ki mundësi. Kur mos ja lejo vetës me komentu dhe me humor me hapësirën çka ti skije. A je përgjegjës për çata jo? A ki mundësi jo? Daje këta, nale prit. Heke këtë kapitull. A mundesh ti me lexu Kur'an po valla? Po pse ti lexu? Po çse s'jam të pas mundësi. Ama pse të bëj këtë tjetër, këtu po. A mund të fal namazin me rregull po? A mund të bëj sunetet këtë po? A mund të bëj tesbih po? A mund të minimu kushijës po? A mund të bëni sjellshëm me musliman çka tredhojnë po? Po pse ti ban çdo? Po ma këshira atje. Që kjo vëzër kur të ngatrohet rrethi mundësive me rrethin e pamundësive, ne jetojmë mbrapsira. Ne jetojmë mbrapsira. Allah thot ku enfusikum wa ahlikum nara. O ju musliman, rune vetën bizarmit, mos ani tjertë. Vetën ja. Ti ke obligim në vetën me rujt. Pastaj rune dhe evladin. Nga se Allahu gjatë ditën e kiametit, njeriu tërhiqet edhe pi babës, edhe pi nanës, edhe pi grujës, edhe pi evladit, edhe pi dosit, edhe pi vllavit. Këto largonu të pshtojnë rune. Jo veç kaç, pejgambert Allahut alayhimus salatu wassalam. Allahumma nafsi nafsi. O Allah, pshtoj unë herë. Para më Allahu, pejgamberi i Zotit, Allah i dashmi Zotit, dën ditën e kiametit, përveç Muhamedit alayhis salam. Përveç këtë pejgamber përveç Muhamedit alayhis salam, kanë më thënë nafsi nafsi, vetja. Andaj është mirë kur ti ki kujdes për tjetrin, kur e do tjetrin dhe respekton tjetrin dhe ndihmon tjetrin. Ama mos harro, kur kush nuk e do tjetrin më shumë se vetja. Harroj ata. Sepse njeriu është i lidh për nefsin e vet, është i lidh për qenjen e vet. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim al-Juzeyri 23-a është wa tarku al-i'tirad al-mahbub, dhe përveç dhënies së maksimumit dhe i përpjekjes është edhe mos me e kundërshtuar të dashurin. Më thon, as ki mujt sabajin me bon nanta. Shumë herë me bash gjumin më të lezetshëm. A e do? Ai shka e do nuk diskuton. A keni pa njerëz kur udhtim, shëtitje kur ban me dosta. Se ka problem, kur e lanë tretë, nuk ka problem, thot, sa? A jena të shku 3-3, 4 natë. Në sabat, s'ka lidhe, thot, dalna. 2 saat gjumi ka, 1 saat, 20 minuta ka flet. Ani me thot, s'ka lidhe, pitash njës del. Mirë dhe zërë, a i shka e do Allah unë gja. A i thot, ave ku tash sabat dre, a i zeqati. Unë e du, bile gzohë. Elhamdulillah që Allah e ka po zeqati me dhanë.